në këtë edicion do të ndiqni. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në konferencën me gazetarë në Tiranë ka folur edhe për gjykatën speciale. Kurti ka thënë se në qeverisjen e re të drejtuar nga ai do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellë drejtësi për qytetarët dhe me gjykatat tona normale do t'i trajtojmë të gjitha pretendimet që bëhen ndaj kujdo qoftë, kudo qoftë. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka inspektuar punimet në parkun qendror të qytetit. Ai me këtë rast ka treguar si do të duket ky projekt përfundimisht. Po sot Ardian Gjini ka vizituar stadiumin e qytetit në Gjakov, aty ku intensivisht po punohet në ndërtimin e tij. Miliona njerëz në të gjithë botën jetojnë me probleme të dëgjimit. Ndërgjegjësimi për rreziqet që shkaktojnë humbja e dëgjimit dhe përmirësimi i aksesit ndaj shërbimeve në nivelin e kujdesit parësor shëndetësor mund ta zvogëlojnë prevalencën dhe ndikimin negativ të humbjes së dëgjimit. Kështu është shprehur mjeku Fatmir Emra. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK janë testuar gjithsej 2532 mostra, të cilat janë marrë nga SHSKUK, si dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave rezultojnë 568 raste pozitive. Në Gjakov kanë dalur edhe 29 raste të reja. Duke pasur parasysh vlerësimin dinamik dhe në kohë reale të situatës epidemiologjike me COVID-19, sot janë raportuar 568 raste pozitive, gjë që paraqet numrin më të madh të rasteve pozitive këtë vit me tendencë të rritjeve ditëve në vijim. Mjekët e së ngarkuar në spitale po luftojnë kundër këtij virusi tinzar e shkatrimtar me tërë fuqinë e tyre profesionale si dhe atë njerëzore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përsërit thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme si dhe ato specifike për mbrojtje nga pandemia COVID-19. Masat parandaluese janë të njëjta me aksen të veçantë te personat pozitiv, të cilët duhet të qëndrojnë në shtëpi për ta parandaluar përhapjen në familje si dhe në komunitet. Me zvogëlimin e kontakteve do ta bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Apelojmë të institucionet përgjegjëse, përkatësisht Policia e Kosovës, si dhe inspektoratet përgjegjëse, që të mbikëqyrin në përpikmëri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave dhe vendimeve të tjera në fuqi në zbatim të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në Republikën e Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në konferencën me gazetarë në Tiranë ka folur edhe për gjykatën speciale. Kurti ka thënë se në qeverisjen e re të drejtuar nga ai, do ta rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellë drejtësi për qytetarët dhe me gjykatat tona normale do t'i trajtojmë të gjitha pretendimet që bëhen ndaj kujtdo qoftë, kurdo qoftë. Kurti ka thënë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të pastër dhe nëse ka pretendime nga ndërkombëtarët për individ të UÇK-s, do të ketë sistem të ri të transformuar të drejtësisë në Kosovë, që do t'i trajtojë të gjitha ato raste. Në konferencën për media të mbajtur para selisë së lëvizjes vetëvendosje në Tiranë, Kurti ka thënë se UÇK ka bërë luftë të drejtë dhe të pastër. Me departamentet e gjykatat e reja në fushën e punës, administratës dhe atë komerciale, edhe do të zvogëlojmë atë gjysmë milionin lëndë që është pluhrosur në sirtarët e Pallatit Drejtësisë, por gjithashtu edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët. Lideri i partisë i cili fitoi zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, Albin Kurti ka thënë se gjykata speciale është një etnike dhe e imponuar. Ne dëshirojmë të kemi gjykata normale në Kosovë, jo gjykata speciale jashtë Kosovës. Konferenca e Kurtit në Tiranë është mbajtur në kuadër të vizitës së tij 3 ditore në Shqipëri, ku ka shkuar të mbështesë 3 kandidatë që garojnë për deputet në zgjedhjet që do të mbahen me 25 prill në Shqipëri. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka inspektuar punimet në parkun qendror të qytetit. Ai me këtë rast ka treguar si do të duket ky projekt përfundimisht. Rruga që i duhet të përshkojë nga komuna e deri te parku kryesor i qytetit i është bërë rutinë kryetarit të komunës së Gjakovës Ardian Gjini. Me gjithë vullneta inspekton nga afër rrjedhën e punimeve. Gjini ka treguar detajisht se çfarë do ta karakterizojë këtë park.
Ky do të jetë parku më i madh në qytet në gjithë Kosovën. Në Kosovë ka parqe të tilla, por nuk ka të kësaj madhësie dhe nuk ka të këtij karakteri. Ka disa elemente krejt veçanta parku. Është i rrethuar me mur të bardh, i cili simbolizon muret e qytetit vjetër të Gjakovës, ndërsa portat që janë me ngjyrë tjegullave edhe metalike i simbolizojnë kulmet e vjetra, përpos që kanë efektin e rrethimit, të krijimit një ambientit brendshëm, kanë edhe simbolikën e vet. Te mbjellja, synimi është dhe gati jemi me arrit që të gjitha llojet e drujve që rriten në Kosovë ose në gjeografinë tonë dhe jashtë Kosovës të jenë të mbjellura këtu, në mënyrë që edhe vetë gjitha llojet e drujve ta japin një karakter të parkut. Në njëjtën kohë në park është edhe platoja më e madhe recital në Kosovë, platoja e madhe e cila ka edhe një bimë që në të ardhmen ka më shfrytzu për shfaqje, për koncerte, për mbledhi çfarëdo lloji, por shumë e madhe, është më e madhja, edhe kjo është një karakter i parkut. Objekti i shkollës më përparshme të muzikës i ka 4 kthina më të mëdha mrena, të cilat kanë më shfrytzu për 4 lloje të veprimtarive. Do të jetë një librari, do të jetë një dyqan i luleve, do të jetë një dyqan i pjekurinave dhe një suvenireve. Tani kemi edhe një fontan, në të ardhmen parashihet edhe një tjetër, pas gjitha mbjelljeve që do të ndodhin, edhe si vjet besoj që i përfundojmë mbjelljet bazike, atëherë vazhdimisht parku do të popullohet me druj për shkak se çdo lloj i një druri tjetër, i një bime tjetër që e gjejmë, që nuk e kemi, do të vazhdojmë me popullu, në mënyrë që për një kohë shumë të shkurtë të mund të themi që është parku me llojin më të madh të bimëve që ekziston në Kosovë, edhe të drujve. Në njëjtën kohë kemi para pa edhe kopshtin Shakespeare, që është diçka shumë interesante, në për vende të mëdha të botës ekzistojnë. Kopshtet Shakespeare janë kopshte në cilat mbillen të gjitha llojet e bimëve që janë përmend nëpër dramat e Shakespeare-it. Pos gjelbrimi që do të jetë pothuajse në çdo cep, këtu do të ketë edhe mjaft elemente të tjera të cilat do t'ia shtojnë veçantinë këtij projekti. Tu jemi te një farë aleje shkurt, që është aleja me man. Në 18 trupat mani, dut i kemë thonë përpara, janë të vjetër, edhe janë troll, dikur ka pas shumë në Gjakovë, tash janë troll, tu janë 18 trupa të rujtun, edhe janë trajtu vitin e kaluar, do trajtohen edhe si vjet, ndërsa pjesa që ka mbet anash do të jetë pjesa ashtu quajtur e egër, do të ketë drujt egër, drujt që nuk janë dekorativ, e cilët rriten te na, cilët janë drujt tipik të maleve tona, shkure, çka do tjetër, në mënyrë që mi kompletu atë farë mozaikun e të gjitha drujve që i kemi. Aktualisht është duke u punuar me qëllim që kjo nismë të jetësohet sa më shpejt dhe Gjakova të ketë një pikë tjetër referimi ku qytetarët, por edhe vizitorët të kalojnë momente të këndshme në hijen e drunjve të ndryshëm dekorativ. Po sot Ardian Gjini ka vizituar stadiumin e qytetit në Gjakov, aty ku intensivisht po punohet në ndërtimin e tij. Një tjetër projekt madhor në qytetin e Gjakovës është edhe stadiumi i qytetit, puna për të cilin është duke vjuar me intensitet të njëjtë. Për të parë rrjedhën e punimeve në teren ka dalë edhe kryetari i komunës Ardian Gjini, i cili do të na tregojë më tepër për ecurinë e punës. Është një ndër veprat monumentale, jo vetëm për Gjakovë, por për gjithë Kosovën. Do të jetë një ndër 2 ose 3 stadiumet më të mëdha në Kosovë sot jeta. Punët kanë fillu me ritëm verën e vitit që shkoj, për shkak se kemi pas ngecje më përpara. Si vjet parashihet nisë edhe tribuna perëndimore, tu jemi në tribunën në veri, ndërsa në vitin tjetër, nëse do të kemi buxhet, do të nisim edhe në jug edhe në perëndim. Unë ju premtoj që pa kryer mandatin tjetër do t'ja vendosim semaforët. Nga këtu fusha e gjelbër shihet në plumb të dorës. Gjakovarët, në veçanti futbollistët e tifozët, janë ata që presin me nxitim implementimin e këtij projekti që ka gjetur mbështetje nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Kulturës. Kreu i Odës së farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, ka thënë se sigurimi i vaksinës anti-Covid është vonuar. Duhet të jetë prioritet sigurimi i kësaj, është shprehur ai. Kreu i Odës së farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, ka thënë se sigurimi i vaksinës anti-Covid është vonuar. Sipas Jakupit, qeveria duhet që ta bëjë prioritet sigurimin e kësaj vaksine, jo vetëm në formë donacioni, por edhe me blerje. Tashmë është e vonuar, do të thotë ne tashmë jemi në muajin mars të vitit 2021 dhe shumë shtete botërore edhe rajonale
tashmë kanë filluar vaksinimin. Përqindjet janë të ndryshme sa kanë filluar dhe kjo do të thotë që në nivel të qeverisë duhet të jepet një prioritizim edhe në këtë rast shumë strikt në sigurimin e vaksinës. Tutje, Jakupi ka thënë se Kosova duhet të ketë kujdes që furnizimin me barna dhe vaksina ta bëj vetëm nga ato agjenci që bëjnë vlerësimin dhe japin autorizim strekt. Janë shtete të fuqishme në Australi, të cilat kanë agjenci të fuqishme dhe të cilat kryejnë procedura shumë strikte për regjistrimin e barnave. Kjo do të thotë që në rast se një produkt i caktuar, përfshirë në këtë rast vaksinën, regjistrohet në ndonjë nga këto agjenci, ne kemi një besueshmëri shumë të madhe se ato produkte kanë kaluar në filtra që janë vlerësuar me shumë kujdes përpara se t'ju jepet autorizimi për marketing. I pari odës së farmacistëve, po ashtu ka cekur edhe agjencitë e besueshme ku në nivel të BE-s ka veçuar EMA, ndërsa në Amerikë FDA-n. Ka disa mekanizma të cilët janë mbrojtës për populatat e ndryshme dhe fillimisht në shtetet kudo në botë edhe në Kosovë, pra ekzistojnë agjencitë për regulativ të barnave, pra agjencia TENE është agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale, kurse në vende tjera në nivel të Bashkimit Evropian është EMA, European Medicine Agency, në Amerikë është FDA e të tjera. Jakupi edhe njëherë ka përsëritur kadishmërinë e farmacistëve për asistim në procesin e vaksinimit pas ardhjes së vaksinës anti-Covid në vend. Avokati i popullit Naim Qelaj ka vizituar sot ekspozitën për fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë. Na ishte një herë që kur mos qoftë. Ai ka thënë se është momenti i fundit që të vendoset drejtësia për viktimat e luftës në Kosovë. Avokati i popullit, Naim Qelaj, ka vizituar ekspozitën për fëmijët e vrarë gjatë luftës. Na ishte një herë që kur mos qoftë, ku tha se duhet bërë një hulumtim se ku ka dështuar shteti në zbardhjen e këtyre krimeve. Ne duhet dalëm me një hulumtim dhe me një hetim me pase çka a ka dështu dhe ku ka dështu shteti në ofrimin e drejtësisë për këto viktima, në ballafaqimin me të vërtetën, po në anën tjetër edhe me ndëshkimin e atyre që kanë kryer këto krime. Për këtë vizitë, Bekim Blaka nga Fondi për të drejtën humanitare falenderoi Qelajn dhe tha se shpreson që bashkëpunimi me avokatin e popullit do të vazhdojë. Me 13 maj të vitit 2019 është bërë hapja e ekspozitës. Jam tepër i lumtur që institucioni juaj jeni në krah ton, që jeni të përkushtuar që të trajtohet e kaluara në mënyrë duhur, edhe po shpresojmë që bashkëpunimi jon do të rritet në të ardhmen. Gjithsesi shpresoj që edhe institucionet tjera kompetente së shpejti do t'i përkushtohen në mënyrë duhur trajtimit të kaluarës dhe realizimit të drejtave të viktimave, qofshin ato në drejtësi, në reparacione simbolike, në përcaktimin, respektivisht dokumentimin e së vërtetës. Ekspozita realizohet nga Fondi për të drejtën humanitare Kosovë. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci ka thënë se gjatë periudhës janar-shkurt të vitit 2021 ka rënje të importit nga Serbia mbi 40 milion euro. Stavileci ka sqaruar se krahasuar me vitet e kaluara, kur importi nga Serbia ka arritur shumën në muaj nga 35 milion deri në 37 milion, këtë vit për 2 muaj janë importuar 32 milion euro, që i bie 2 herë gjysmë më pak. Në aspektin e importit nga Serbia, ne kemi prit që të kemi një rritje të produkteve serbe, nëse në vitet para reciprocitetit vitet e kaluar një muaj nga Serbia ka qenë rreth 35 milion deri në 37 milion import të mandrave për momentin që flasim. Stavileci ka folur edhe për planet e doganës për vitin 2021, ku ka thënë se synohet që të hyrat të shkojnë deri në 1 miliard e 200 milion euro. Dogana gjithmonë është në krye të detyrës dhe vazhdon të mbledh të hyrat të nevojshme për buxhetin e Republikës së Kosovës dhe presim që si vjet të arrijnë të hyrat rreth 1 miliard e 200 milion euro, ka shtuar ai. Mbi 464.000 euro nga buxheti i Kosovës janë shpenzuar për mbështetjen financiare për avokatët në mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara me seli në Hag. Në Ministrinë e Drejtësisë në fund të vitit janë shqyrtuar 4 kërkesa të avokatëve mbrojtës të të akuzuarve për krime lufte nga gjykata speciale. Kështu ka bërë të ditur ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë Ardian Bajraktari, i cili tha se pas shqyrtimit të këtyre kërkesave, ato janë aprovuar pasi i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara me ligj.
Duke mos dhënë detaje se për kë bëhet fjalë, Bajraktari tha se ekzekutimi I fundit I mjeteve ka ndodhur javën që shkoi. Është bërë ekzekutimi I mjeteve financiare për 4 kërkesat e aprovuara nga ana e komisionit. Shuma totale e mjeteve të ekzekutuara për avokatët të mbrojtës është 464.600 euro. Bajraktari tha se kërkesat për pagesa kryesisht janë bërë për aktivitetet e avokatëve mbrojtës, për pjesëmarrjen në seanca gjyqësore e këshillime të tjera. Buxheti është I parapam në ligjin mbi ndarjet buxhetore për këtë vit dhe është gjithsej 17 milionë euro. Ardian Bajraktari, I cili është edhe udhëheqës I komisionit vlerësues të këtyre kërkesave, tha se në fund të vitit të kaluar, si komisioni kanë shqyrtuar 4 kërkesa të arritura nga pala mbrojtëse e të akuzuarve nga gjykata speciale. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale, I miratuar nga Kuvendi I Kosovës në vitin 2015, ku thuhet se ata kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ligji u garanton mbulimin e shpenzimeve për avokat personave të akuzuar. Deri më tash nga dhomat e specializuara në Hag janë konfirmuar akt akuza kundër ish-sheprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sali Mustafës dhe një akt akuze përbashkët ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, ish-kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselit, ish-zëdhënësit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Jakub Krasniqit dhe ish-anëtarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimit. Ata akuzohen për krime të pretenduara lufte dhe krime të supozuara kundër njerëzimit. Ndërsa ndaj udhëheqësve të organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë për pengim të drejtësisë. Miliona njerëz në të gjithë botën jetojnë me probleme të dëgjimit. Ndërgjegjësimi për rreziqet që shkaktojnë humbja e dëgjimit dhe përmirësimi ndaj aksesit ndaj shërbimeve në nivelin e kujdesit parësor shëndetësor mundëson zvogëlimin e prevalencës dhe ndikimin negativ të humbjes së dëgjimit. Kështu është shprehur mjeku Fatmir Emra. Miliona njerëz në të gjithë botën jetojnë me probleme të dëgjimit. Çdo vit me 3 mars shënohet dita botërore e dëgjimit e vendosur kjo nga Organizata Botërore e Shëndetit. Rreth 1.1 miliard persona në botë janë në rrezik për të humbur dëgjimin, si pasojë e përdorimit në mënyrë jo të shëndetshme të aparateve audiofonike, përfshirë këtu smartphone-ve, apo për shkak të ekspozimit në nivele të larta të zhurmave. Popullata jon ka kujdes të mjaftueshëm sa I përket dëgjimit, pohon specialisti I kësaj fushë Fatmir Emra, I cili shton se prindërit I sjellin menjëherë fëmijët sapo vren një dhimbje apo simptom tjetër tek ta. Ka kujdes mjaftueshëm, bile kujdesi vjen të ushtu, edhe ne gjatë punës përditshme, praktikës përditshme, shohim se për moshave të reja, fëminore, për posa lindurve, prindët e kanë kujdesin shumë a nivel sa dikur, po dhe moshat të tjerë janë të shoqëruar me kujdes, edhe të rritunit, edhe nuk është për ndonjë vretje të madhe, domethënë kujdesi. Humbja dëgjimit mund të ndodhë nga shkaqe gjenetike, komplikime gjatë lindjes, sëmundjeve infektive, infeksionet kronike të veshit, përdorimi I barnave të veçanta, plakjes dhe ekspozimit ndaj zhurmës së tepërt, ka shtuar Dr. Emra. Sëmundjet e veshit janë të natyrës inflamatore, kryesisht natyrës infeksioze dhe janë të shpërndara në të gjitha moshët. Të fëmijët e posa lindur më paraqit, të moshat shkollore, të të rritunit, të vjetit, të klestës. Problematika qëndron edhe jashtë sëmundjeve klasike të veshit, sëmundjeve inflamatore, qëndron problematika që është shumë më vështirë mi mbulu, problematika e traumave akustike. Pjesë e ndëgjimit, funksioni ndëgjimit dhe prekjes së këtij funksioni nga patologjit janë edhe traumat akustike. Traumat akustike janë zhurmat e ndryshme, zhurmat që I kalojnë pragun ndëgjimor, ndëgjimit human, e që janë zhurmat në përvend punime, zhurmat në mëdha, zhurmat edhe të zhurmat e vogla në disa profesione, por që zgjasin shumë, edhe ato zhurmat për shembull, për me zhurmat të njerëz që kanë profesion muzikën, ku nuk ka tone shumë të larta, po ka tone edhe të ulta, por që zgjasin shumë, ato mund më shkaktu trauma akustike, lezionet të vogla, mikro lezionet të ndëgjimit.
Dr. Emra na sugjeron se cilat janë këshillat praktike që duhen vërejtur dhe zbatuar që të mos ndodh humbja e dëgjimit. Këshilla më praktike kishte me qenë si të problemet e veshit, cilat do probleme, qofshin me dhimi, qofshin me rrjedhje e veshit, qofshin me dobësim dëgjimit, vizita ose kontrollimet të bëhen sa më herët. Gjithmonë kjo është rregull jetësor, rregull edhe mjekësor, që sa më herët të jepet ndihma, mundësitë e rezultatit maksimal janë shumë më të mëdha. Domethënë, në momentin që vrej në ndryshim në dëgjim, në vesh, duhet më paraqitet mjeku kompetent, mjek të veshëve, edhe me vërtu kontrollimin. Këto situata arrin përmirësime shumë të mëdha, arrin rezultatet maksimale në sozat mundësive që ka mjekësia. Në ditën botërore të dëgjimit synohet të rritë ndërgjegjësimi për parandalimin e tij, por gjithashtu të theksohet se ndërhyrjet efektive dhe në kohë mund të sigurojnë që njerëzit me këtë tipologji të jenë në gjendje të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë. Në rrugën Fitim Domi, e cila ndodhet në paralagjen e qytetit të Gjakovës Dardania, ka një sasi shumë të madhe të mbeturinave. Banorët janë shprehur shumë të indinjuar, derisa në komunë kanë thënë se shumë shpejt do të pastrohet ai lokacion. Këto pamje me mbeturina janë në rrugën Fitim Domi në paralagjen Dardania në qytetin e Gjakovës. Banorët e kësaj pjese janë shprehur të pakënaqur me gjendjen në të cilën ndodhet kjo rrugë. Pellum Suma, i cili ka shtëpinë këtu, ka thënë se papërgjegjësia e banorëve ka bërë që këtu të krijohen deponije e mbeturinave. Zhjitët të thënë, vetëm morë, ka për bëllok mëjnë, gjuja mëjnë, në ligjinë në thuj, mos gjuj, të nëzujnë në hera, por e fundë në gjujnë mo, së bënë 2-3 orë, 3-4 orë, vinë me kjere, në olin kjerë në takë, vë gjyjnë për kjerit, fotografoj kjerët, në konë komunë, në konë gjithë ka kena bënë kesa, bëdjova, në cuku më së shku heqë. Valoj, me pas pa kulturë shqiptore, nuk du me bëhë të zënë, sa ka jetë në ka këti koqë të vetë. Du me konë pak ma i kështjel dhe ma i sigurë, dhe ma i asinë, se ka fëmijë, shamun dhe ka familje, shamun këti insekte dhe virusi për shqinëve ka vjenë. Jo rrallë herë kompania e mbeturinave Qabrati ka bërë pastrimin në kësaj pjese, mirëpo sipas menaxherit të operativës Xhelal Bellaja, mungesa e kapaciteteve për eliminimin e tërësishëm të kësaj deponie ka bërë që të mbeten mbeturinat inerte. Po ashtu Bellaja tha se këtë javë do të nisin pastrimin e kësaj zone. Kjo lagje ka shërbimin në rregullt, një herë një javë siç e kanë këtë qyteti, edhe nuk kanë arsye me hudh mbeturina këto. Ne i trajtojmë edhe mbeturinat në vendet deponit të egra që janë si këto para një kohë në largu një herë, kjo është hera e dytë vetëm që të vetë që në kriju, pas për foli për vitin e kalun. Na prapë do të intervenojmë shumë shpejt e vaki, sot ose nesë, do t'i largojmë këto, pa mirë për ju shalut qytetarëve, mës t'i hudhin këto vende pa vend mbeturinat, na shërbimin e bim rregullisht, e kanë shërbimin e rregullt. Bile e kemi edhe një shërbim të veçantë kur kanë disa mbeturina cilat nuk i marrin kamionat tonë me kërkesë e kanë pa një kosto, s'kanë kosto më pagu. Udhëheqësia e sektorit për menaxhimin e mbeturinave, Albana Hana Bakalli, ka treguar në detaje për çështjen e mbeturinave në rrugën Fitim Domi, si dhe për zgjedhjen që do të bëjë Kuvendi Komunal sa i përket lokacionit për vendosjen e mbetjeve inerte. Çdo komunë në Kosovë ka obligim që të ketë një deponi për mbetje inerte. Komuna e Gjakovës ka pas, mirë po me kërkesë të asamblistave, e cila ka qenë deponi në Vogov, është marrë vendim që të eliminohet e deponi. Ne si zyre menaxhimit të mbeturinave, jemi duke kërku parcel për deponin e mbetjeve inerte, ku kemi bashkëpunim me katastrin, i kemi gjetë do zona për shkak se komuna e Gjakovës nuk ka parcelat veta, duhet të kemi parcela në bashkëpunim me agjencionin prior. Janë disa kushte që nuk duhet me qenë ofër lumejve, nuk duhet me qenë ofër vendbanimeve, duhet me qenë rrugë shtru në asfalt deri te deponia inerte. Jemi në proces të deponisë inerte dhe shpresoj që brenda këtij viti edhe do të bëhet deponia inerte edhe do të gjejmë operator për tërheqjen e të gjitha deponive inerte në komunën e Gjakovës. Tani kompania Qabrati ka edhe linjën e telefonit ku mund të adresohen kërkesat e qytetarëve. Kompania Qabrati tani më ka në dispozicion numrin e telefonit pa pagesë 0800 90 100, ku të gjithë qytetarët për mbeturina, për deponi ilegale, për hudhje pa leje në për sheshe publike mund të lajmërojnë në këtë numër pa pagesë. Sipas sektorit për menaxhim të mbeturinave, komuna e Gjakovës në fillim të këtij viti kishte 40 deponi ilegale, gjatë janarit janë hequr 4, ndërsa deri në fund të javës do të hiqen edhe 10 deponi të tjera.
Numrat e të infektuarve me Covid po rriten çdo ditë, ndërsa në Drejtorinë e Arsimit në Gjakov bëjnë të ditur se numri i nxënësve dhe mosimdhënësve është shumë i vogël në krahasim me rastet e përgjithshme. Numri i personave të infektuar me Covid-19 në mbar vendin po rritet dita ditës. Megjithatë, përkundër numrit të madh të mësimdhënësve e nxënësve të shkollave të Gjakovës, numri atyre që rezultojnë pozitiv vazhdon të mos jetë shumë i lartë. Kështu tha Gjevalin Nikol Bibaj, drejtori i arsimit në Gjakov. Numri të infektuar në komunën e Gjakovës është 15 persona nga stafi arsimor dhe 8 nxënës. Numri nuk është i madh, nuk është alarmante, sepse në bazë numrit që po dalin përgjithshëm në nivel vendi, në stafin arsimor nuk kemi në rritje, përkundrazi është mbritje në raport me ditët e kaluara. Nikol Bibaj potencon se sa i përket materialeve për mbrojtje ndaj Covid-19, aktualisht ka mjaftueshëm në për të gjitha shkollat. Sa i përket materialit anti-Covid, kemi material mjaftueshëm nëpër shkolla, janë të furnizuar, si me material shpenzues ashtu edhe me matje temperaturës, po respektojnë edhe masat, do thotë drejtorët e shkollave, në mënyrë permanente bëjnë monitorimin, po dhe ne si DK bashkë me task forcen që të respektojnë këto masa dhe të mbrohemi nga ky virus. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit theksoi se në shkollat e mesme të komunës së Gjakovës po vazhdon testimi për Covid-19 tek të gjithë nxënësit dhe mosimdhënësit. Maturanti i gjimnazit Hajdardushi në Gjakov, Albi Macula, ka arritur të plasohet në vendin e dytë në garat republikane të fizikës. Maturantin nga gjimnazi Hajdardushi në Gjakov, Albi Macula, ka fituar vendin e dytë në garat republikane të fizikës në Kosovë. Pjesëmarrës dhe fitues në shumë gara në nivel të Kosovës. Matematika, fizika e sporti janë disa nga fushat që gjithmonë e bëjnë atë të triumfoj. Është viti i dytë që Albi është pjesë e kësaj gare. Në intervistën e transmetuar ditë më parë nga televizioni Syri, ai ka pohuar se kjo garë ka të bëjë me mësimin dhe plan programin që po zhvillojmë në vitin e fundit të gjimnazit. Të tillë nxënës janë shembulli më i mirë që provojnë që puna dhe përkushtimi gjithmonë triumfon. Të gjitha OJC-t dhe klubet sportive të komunës së Gjakovës, të cilat kanë në fokus promovimin dhe edukimin në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, tashmë mund të aplikojnë për mbështetjen e programeve të tyre. Drejtoresha Saranda Hyseni Maloku tha se projekt propozime që do të paraqiten duhet i përmbahen të gjitha kritereve të vendosura nga kjo drejtori. Të gjitha organizatat jo qeveritare dhe klube sportive të komunës së Gjakovës, të cilat kanë në fokus promovimin dhe edukimin në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, tashmë mund të aplikojnë për mbështetjen e programeve tyre. Kjo për faktin se është hapur thirrja publike për subvencione. Drejtoresha Saranda Hyseni Maloku tha se projekt propozime që do të paraqiten duhet i përmbahen kritereve të vendosura nga drejtoria. Gjitha aplikacionet mund të shkarkohen online, po ashtu nëse kanë vështirësi mund të vinë edhe fizikisht në zyret tona. Po presim që marr projekte të mira, po presim po ashtu që edhe këto kushtet pandemike të na lejohen pak edhe gjithato të zhvillojmë edhe të jenë sa më në shërbim të qytetarëve të komunës së Gjakovës. Fondi i cili është paraparë në këto subvencione është mbi 100.000 euro ka shtuar ajo. Si vjetë kemi një shumë të konsiderueshme të mjeteve që kanë vlerë 100.000 euro që do të ndohen për këto 3 kategori, po shpresojmë që nga këto mjete financiare që do të ndohen, të na vinë edhe projekte të mira që kanë lënë gjurmë dhe matutje. Flente theksohet se afati i aplikimit është 7 ditë kalendarike, nga 1 deri më 9 mars 2021. Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në zyrën e drejtorisë në Pallatin e Kulturës Asim Bokshi. Në kuadër të festivalit Mojsiu On, Teatri i Qytetit Hadis Shehu sonte do të shfaq dramën Dorëzimi në Spokan me regji të Ilir Bokshit. Është ky një organizim nga Teatri Kombëtar i Tiranës dhe Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli, po në Tiranë. Në kuadër të festivalit Mojsiu On, Teatri i Qytetit Hadis Shehu shfaq Dorëzimin në Sponkan me regji të Ilir Bokshit. Është ky një organizim nga Teatri Kombëtar i Tiranës dhe Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli, po në Tiranë. Se ky festival është një iniciativë shumë e mirë që të jemi më afër publikut, këtë thot edhe Edi Kastrati, drejtori i Teatrit të Gjakovës. Ne jemi shumë të lumtur dhe jemi gëzuar me këtë iniciativë Teatrit Kombëtar të Tiranës për të marrë pjesë në këtë festival Mojsiu On.
është me të vërtet ndjenje mirë të jemi afër publikut, se jemi mësu, do të thotë gjithmonë të jemi në kontakt me publikun, se ne ekzistojmë për publikun. Dhe kjo iniciativë na ka gëzuar fort, edhe pse ne kemi pas një iniciativë tillë muajin korrik dhe gusht, kemi marrë 2 muaj festival, një farloj festivali online, mirë po kjo është pak më gjithëpërfshirëse dhe është pak më ndërkombëtare. Është shumë iniciativë mirë dhe e kemi mirë prit. Ndër të tjera, Kastrati tha se tematika kësaj shfaqje është një komedi e zezë. Është një dram komedi, është një komedi e zezë, bëhet fjalë për një personazh të cilit ja kanë disa mangupa, disa rrugash, do të thotë që ceket në vepër, ja kanë këpu dorën dhe e kanë kesh trajtu gjatë gjithë jetës duke e rrejt, duke gëny, që dorën do ta sjellin dhe ai është kthy në një ta quaj kriminal dhe gjatë gjithë jetës së tij e kërkon dorën e vet. Edhe rastis që në një hotel një njeri me ngjyrë, me një vajzë, me një prostitut në fakt, gënjejnë që do t'ja sjellin dorën dhe aty gjithë ngjarja ndodh brenda hotelit dhe shpaloset edhe personazhi kryesor dhe të tjerët dhe të gjithë ngjarja. Siç rëndom kanë bërë të gjithë, edhe Teatri Hadisheu zgjidhen e gjeti tek aplikacioni Skype, duke i organizuar online të gjitha mbledhjet e mbajtura. Gjitha takimet kanë qenë online dhe kanë qenë nëpërmjet takimeve me Skype dhe me video call dhe nuk ka qenë ndonjë problem. Transmetimi i shfaqjes nisonte nga ora 19 në live stream në Facebookun e Teatrit Kombëtar të Tiranës dhe në Facebookun e teatrove pjesëmarrëse. Gjatë këtij festivali është planifikuar të transmetohen 21 shfaqje teatrore. Festivali ka karakter garues dhe do ndahen disa çmime. Nota finale dhe ndarja e çmimeve është paraport të mbahet me 15 mars 2021. Departamenti i Sporteve për persona të verbër dhe me shikim të dobësuar në Gjakov kanë organizuar turneun e shahut Adem Jashari. Morën pjesë shahistë të verbër dhe të shurdhër. Me realizimin e këtij aktiviteti u shënua përvjetori 23 i epopesë së UÇK-s. Fituesi i turneut u shpall Sokole Lezaj, ndërsa vendin e dytë e zuri Shkumbin Zherka. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në konferencën me gazetarë në Tiranë ka folur edhe për gjykatën speciale. Kurti ka thënë se në qeverisjen e re të drejtuar nga ai do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellë drejtësi për qytetarët dhe me gjykatat tona normale do t'i trajtojmë të gjitha pretendimet që bëhen ndaj kujdo qoftë, kurdo qoftë. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini ka inspektuar punimet në parkun qendror të qytetit. Ai me këtë rast ka treguar si do të duket ky projekt përfundimisht. Po sot Ardian Gjini ka vizituar stadiumin e qytetit në Gjakov, aty ku intensivisht po punohet në ndërtimin e tij. Miliona njerëz në të gjithë botën jetojnë me probleme të dëgjimit. Ndërgjegjësimi për rreziqet që shkaktojnë humbja e dëgjimit dhe përmirësimi i aksesit ndaj shërbimeve në nivelin e kujdesit parësor shëndetësor mund ta zvogëlojnë prevalencën dhe ndikimin negativ të humbjes së dëgjimit. Kështu është shprehur mjeku Fatmir Emra. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvizian.tv. Mirupafshim.